rrugë. Mirë, duket sikur një moment në radhët e tifozëve në këtë botror, shënjoj shumë për të filluar një kakofoni e madhe në lidhje me atë se çfarë mund të manifestohet si energji, sidomos për një lojtar, për një skuadër edhe për gjithë botën. Ora, u fol më shumë se ndeshja për këtë rast, se bëhet fjalë për një lojtar që dihet është sensacion botror, siç është edhe Harry Kane, që është sulmuesi më i mirë në Gjermani, një ndër golashuesit më të mirë të këtij viti futbollistik, dhe tashmë në botror në ndeshjen Anglik-Gan, ai nuk mundi të shënonte, u shpall lojtari më i dobët në fushë, ishte totalisht jashtë pozicionimit të tij në fushë, por çfarë ndodhi? Të paktën nga një spiritualist dhe magjistar të ashtu quajtur ganez, Nana Kwaku Bonsam, ai tha që i bëra unë me gjitha që ai mos të shënonte dhe të ndihmoja popullin tim të Ganës. Dhe është vdepër tha, unë e di shumë mirë dhe do ta mundësoj se kush do ta fitoj këtë botror. Po të na e thot pra se tani na ka lënë kështu, do shkojmë duke parë kuotimet e basteve, kush e fiton botrorin. Mirë, shumë kënaqësi të flasim me studiosin e shkencave okulte Pranvera Xhafa, mirëmëngjes. Pranvera, mirëmëngjes. E nuk të ka shpëtuar, sigurisht. Gjë e parë që pash. Gjë e parë që pe. Ekziston vërtet kjo energji, kjo lloj manifestimi, se ka njerëz, ne thamë edhe pak më herët që ka njerëz që e besojnë vërtet mënyrën se si mund të shërohen dhe mund të jetojnë dhe me anë të spiritualizmit, pra edhe të mënyrës se si drejtohen tek individ të tillë. Ekziston një njerëz që mund të bëjë në mes të stadiumit tek tifozët magji? Sidomos kur bëhet në publik është edhe më e fuqishme ky manifestim, sepse marrin pjesë dhe të tjerë dashje pa dashje. Ato e kultivojnë dhe japin energji asaj që ai po shfaq, sepse praktika e tillë nuk është vetëm forma e ritualit, është manifestimi që ai ka bërë më përpara, ose si më thënë qëllimi i një apo dy njerëzve, apo një kombi të tërë në rastin e Ganës, edhe me një përfaqësues i cili do ta manifestojë atë publikisht, ku pjesa tjetër i jep një dorë disi në këtë manifestim. Por nuk është komplet vudu, është pak e miksuar me shamanizëm, domethënë disa popuj e kanë në kulturë dhe ka shumë, sidomos Meksika, Gana, edhe thuhet që gratë ganeze, nga që janë poligame, shumica prej tyre, ju bëjnë magji burrave dhe mbajnë nga 3-4 dhe janë kështu si matrioshka, domethënë i trajtojnë pothuajse si sklever burrat e tyre. Shiko tani, për një shaman, si funksionon magjia e një shamani? Si kundër është dhe Nana Kwaku? Magjia e shamanëve është, si më thënë, është një stil jete, nuk është vetëm një praktikë si thuash magjike, sepse magjia, thash, nuk fillon vetëm, rituali është ai që e mbyll magjin, jo ai që e realizon. Do të thënë, çdo ritual që njerëzit mendojnë, çdo ritual që njerëzit mendojnë si magji e zezë, si çfarë do lloj forme, është ajo që i jep, si më thënë, kurorëzon atë çfarë ti ke dashur të bësh. Tani për magjinë e zezë, unë nuk është se di shumë dhe nuk jam dashur të futem, sepse magjia e zezë ka një lloj magnetizmi i cili tërheq njerëzit dhe pastaj nga dëshira e madhe për të ndryshuar realitetin, njerëzit bëhen pjesë e saj dhe flavor po thuaj. Çfarë është ajo që ai bënte, pra me atë plurin, ai mori plurin dhe u drejtua edhe tifozëve të tjerë, edhe i kishte në atmosferë të gjithë, më shumë se sa të në praktikat vudu përdoret shumë pluri i kockave të qenieve të tjera. Dhe në këtë rast unë nuk e di nëse ka qenë gjë e tillë, por disa prej këtyre gjërave, domethënë sakrificave njerëzore, përdoren edhe në kozmetik shumë, ose nga kafshët. E gjitha kjo krijon një lloj magjie që na lidh ne të gjithë në një mënyrë hipnotike, si thua. Kështu që në këtë rast, kur ne përdorim esencat, gjërat e njëri tjetrit, si për shembull siç thuhet për disa lloj kremrash që merret nga skalpi i kokës, yndyra e gjëra të tilla, domethënë ose parfumet, kanë këtë lloj esence që krijon një lloj varësie. Tani edhe pluri i kockave, sidomos që është futur për shembull në materiale dhe në produkte që shiten edhe si kokainë, janë gjëra hipnotike që njerëzit gati kthehen në hipnozë, sidomos nëse ndodhen të pranishëm aty, dhe fillojnë ta besojnë vërtet, edhe sikur ajo të ketë zero shanse për të ndodhur, fillojnë ta besojnë vërtet që po, Gana për shembull mund të fitojë dhe fiton. Kështu që
Forma, po e gjithë vetë kupa e botës është ritual magjik më vetë. Vetë kupa e botës, pse? Jo vetëm, do më thënë të gjitha ritualet që bëhen në mas, ose të gjitha format. Por në këtë rast, ka element që ti ke evidentuar? Po që të gjitha, që të hapja, pastaj kush ishte më para dhe ajo gala, e sa të tjera kanë ndodhur, të gjitha kanë formën e mesazheve okulte, por edhe iluminat. Që jo gjithmonë, do më thënë, gjërat që ne shohim, po janë, sepse është kapur një panik në gjithë, tashmë në gjithë internetin, që ku kanë filluar të dalin to gjërat ezoterike në publik, ose disa për tyre janë dhe konspiracion, njerëzit janë panikosur dhe thonë, wow, këta janë kështu, këta janë ashtu, po, kështu janë një pjesë, por duhet kuptojmë që bota është ndarë në dysh, në bardhëzi, dhe si thua është një pjesë është në nivelin më të ullët të qenies, dhe një pjesë është në nivelin më të lartë. Dhe në këto mesazhe publike përfaqësohen të dyja. Dhe është e pamundur që ne ta shmangim atë çfarë ekziston që është dhe e keqe, por ata e japin si mesazh, edhe publikisht në mënyrë që a mund të korrigjohet kjo në të ardhmen, dhe çfarë ndodh, domethënë më vonë, bëhet si pjesë e këtij programi që tashmë është shfaqur publikisht, qoftë kjo në Kupën e Botës, në një festival, në një sfilat mode. Pra evente të mëdhaja. Po, në të gjitha këto evente, domethënë ka mesazhe për programet në vazhdim dhe varet nga evolucioni jonë shpirtëror, mendor, se si do ta ndryshojmë. Për mesazhe, çfarë mesazhe për shembull mund të jetë i fshehur te Kupa e Botës 2026 që ti mbase mund ta lexosh kur flasim për mesazhe ose për rituale ose për okultizëm. Tani mua më janë bërë rutinë dhe të gjitha pak a shumë janë e njëjta gjë, por aty për shembull kemi atë the all seeing eye ose syrin që sheh gjithçka. Që e hap me atë dhe pastaj qofshin këto këngëtarët, futbollistët, e gjitha kjo, edhe vetë Ronaldo për shembull është pjesë e kësaj, edhe Messi. Po ti shikojmë tatuazhet, po ti shikojmë stilin e jetës, fotot që bëjnë. Dy legjendat më të mëdha. Po, sigurisht sepse ti edhe sikur të kesh qenë i talentuar, prap do marrësh një drejtim se cilës bot i përket kur ti futesh në një, si më thënë, një show masiv, sepse futbolli është spektakli më masiv. Pa diskutim dhe më popullor. Dhe si më thënë, hoqëm gladiatorët edhe vëmë futbollin, kështu që dikur ishte shumë e prekshme mbase fizikisht edhe e dhimbshme për t'u parë. Ky lloj cirku tani ne përjetojmë të gjithë, jemi pjesë e tij, si të jemi në stadium, si mos jemi. Kështu që nuk janë të gjitha mesazhe dark, si thua që manifestojnë një gjë të keqe, por i tregojnë njeriu për shembull simbolikat, i tregojnë, nëse shohim hapjen për shembull me flamurin amerikan dhe atë francez, janë dy qendrat e Iluminatit ose edhe qendrat më të forta të masonerisë, njëra në Europë dhe tjetra në Amerikë, të cilët transformuan botën që ne shohim sot, domethënë në vijim. Ose marrim për shembull statuen e lirisë, jo më kot, domethënë ishte Franca ose ishte ai flamur, ose të gjitha këto janë pjesëmarrësit në botën e ndërtuar, pra atë që tashmë ne kemi parë dhe atë që vjen. Dhe i takon njerëzimit për shembull që t'i japja të formën ideale dhe jo gjithmonë satanike, siç thuhet, jo gjithmonë të errët. Domethënë mesazhi është edhe për ata që janë në atë nivel, edhe për ata që janë... Pra, edhe për ata që kuptojnë këtë anë, le themi, këtë anë tjetër që ti e cilësove, edhe pjesën tjetër që thjesht të shikojnë si një spektakël. Po, dhe pjesa që... E admirojnë ndoshta mënyrën se si po bëhet. Dhe ajo jep më shumë energji dhe vazhdimsi. Jep më shumë fuqi. Edhe asaj çfarë shfaqet, por edhe botës tonë. Pra, çdo gjë që ne na jepet në efektet vizive, qofshin logot dhe gjërat që është efekt magjik në vetvete, sepse ngjyrat janë magji, fjalët janë magji. Çdo gjë që ne shohim në planin tridimensional ka ndodhur më përpara në planin, si thua, imagjinativ ose atë të padukshmen. Dhe dikush që ka kontakt me burimin e padukshëm e sjell atë të dukshme për siç ndodh me filmat, për shembull, që një regjisor krijon një film që thuash është nga imagjinata ose një libër që është fantashkenc, atëherë jep një dozë të realitetit kur ne fillojmë jetojmë në të. Në momentin që na shfaqet ajo gjë, ne fillojmë ta jetojmë dhe t'i japim jetë. Pra, në të vërtetë nuk janë aq fenomen real Cristiano Ronaldo dhe Messi, po thua në kuptimin se sa kanë punuar për
Dhe aftësitë e tyre? Janë showman. Janë showman. Show, the best one. Por puna është që nuk ka asgjë të keqe në këtë, është që duhet të zgjidhet gjithmonë më i miri dhe sigurisht ekziston talenti i këtyre njerëzve, ekziston ajo çfarë është baza kryesore dhe më pas duhet zgjedhur pikërisht më i miri për të bërë pjesë e asaj që çfarë do japësh në vazhdim. Pra këta njerëz tashmë nuk janë vetëm të apasionuar pas gjës që bëjnë, por edhe të japin mesazhe, edhe të krijojnë një botë. Dhe njerëzit kur ja adhurojnë, japin një lloj fuqie absolute dhe bëhen magician me të vërtet. Po fakti që ato tashmë thyen rekorde edhe për të një moshe që jo çdo futbollist tjetër mund të qëndrojë pjesë e fushës. Çfarë tregon kjo për ta mbase? Pra tregon diçka tjetër? Po, shumë fytyrë interesante. Në aspektin fizik është mirëmbajtja, si thua, e trupit edhe të gjitha formave të mirëqenies. Sigurisht të dy kanë një regjim shumë strikt, sidomos Ronaldo, një regjim shumë strikt të asaj çfarë duhet të përmbajë një njeri i shëndetshëm dhe me super fuqi. Pastaj në aspektin okult ose në atë që thua që mos ka ndonjë diçka pak më supernatyrore se kaq, është sepse tash fuqia që njerëzit i japin në momentin që adhurohet diçka, edhe sikur ajo të mos ketë fare shanse për të ekzistuar dhe për të jetuar, në momentin që ka shumë dashuri që ushqehet në të dhe i jepet, kjo gjë lulëzon dhe krijon një forcë. Pra, forca e qenieve dhe e natyrës që ne na rrethon nuk është vetëm fizike, por merret nga diku, nga një burim. Edhe dihet që inicimi i asaj është dashuria vet, pra forma e të dashurit. Pastaj këta kur arrin një formë absolute, arrin ta konvertojnë edhe atë urrejtjen në shërbim të tyre. Edhe pse ka shumë pak shanse që të urrehen, por e kthejnë edhe atë sepse bëhen një lloj mastery dhe kjo i fut pastaj që flitet jo janë në masoneri, jo kështu. Domethënë masoneria vetvete është masterizimi i vetvetes, pra mjeshtëria, të jesh mjeshtër i vetes mbi të gjitha, i asaj disipline që ti ndjek dhe ti jesh absolut në të, edhe jo të abuzosh me trupin. Ti arrin të dallosh një mason? Pra një person që është pjesë e masonerisë? Po varet se kujt lozhe, kujt masoneri i përket, por shumica prej tyre po i dalloj. Ka në Shqipëri? Po, ka. Jo shumë, po ka. Edhe femra dhe meshkuj. Edhe femra dhe meshkuj. Sigurisht, është krijuar një ide që nuk ka femra në masoneri, janë vetëm burrat. Ose është menduar dhe kjo që nuk janë futur femrat sepse nga që mendohet forma e torturës dhe ato nuk duronin dhimbjet. Në kohë që është komplet jashtë logjikës si shkencore si shpirtërore, sepse femra duron më shumë dhimbje se mashkulli. Jo. Jo. Të pyes sepse ta qartësojmë që mos të pyesim pastaj. Po, pastaj është krijuar dhe një imazh i keq. Shiko, këto masonët, këto janë kështu. Ndërkohë që gjithë bota vjen nga masterizimi, nga masoneria, se pastaj po të themi që masoneria nuk bën, duhet të heqim flamujt, duhet të heqim identitetet, komsit, pasaportat, gjithë simbolikat që na kanë rrethuar që nga fillimi i civilizimit. Sepse aty gjendet gjithçka. Po, e gjithë simbolika është masonike, pra nga një mjeshtër i kultivuar si njeriut, edhe ka marrë atë simbol për ta shfaqur në publik, sepse ajo gjë e ka sjell aty dhe ka atë formë. Për shembull, kjo forma e masonerisë ka ekzistuar edhe në spiritualizëm. Shamanët e dikurshëm ose indianët e Amerikës kanë pasur për shembull 3 emra. Një emër që ja vinin nga lindja, një që ai e fitonte gjatë rrugës, sepse fitonte mjeshtërinë e tij dhe në bazë të asaj vije emri për shembull shqiponja, ujku, gjëra kështu, sepse në bazë të shpirtit që ai tregonte dhe krahasohej me natyrën. Edhe kështu që edhe ajo ishte një formë mjeshtërie. Nuk do me thënë se pastaj kur ti arrin që e provon veten që je një mjeshtër në atë që bën, jo se të vjen dikush dhe për xhaketë dhe të merr me zor dhe të hati se ti do bësh mason dhe ka një cikël. Ka shkallët e veta që secili arrin të perfeksionojë veten dhe atëherë mund të jetë edhe mjeshtër i lirë i vetvetes. Nuk do të thënë që do futet patjetër në një lozhë, mund të jetë edhe i lirë. S'ka asnjë problem. Është status më vete të qenit. Pastaj janë këto që i ngatrojnë si status, si grad, duke thënë që jo se janë 33 kështu.
për shembull masoneria reale nuk fillon nga e para deri te 33-shi, se po themi ca gjëra që s'duhet. Ata them. Nga 33-shi lart fillon vërtet masterizimi, domethënë më përpara është ajo kultivimi, forma, paraqitja. Çfarë do të thotë me këto numra, për shembull për ne pjesën që nuk i janë shkallë evolimi, sepse evolucioni është i gjithanshëm edhe njeriu duhet më përpara të jetë mjeshtër i formës, që si shfaqet, si e percepton ai veten edhe si shfaqet në publik, dhe pastaj jeta disiplinore e arrin atë që ta bëj vërtet mjeshtër të asaj çfarë do të serviri, sepse është kreativ. Po, është dhe kreativ, nuk është vetëm që shiko se ne jemi tani më të mirët, ne jemi më të pasurit, ne do t'i bëjmë juve kështu skrijuar. Tani thash që në këtë pjesëmarrje bëjnë pjesë edhe, nuk po them në masoneri, por në këtë botë bëjnë pjesë edhe njerëzit e ligjit e njerëzit e mirë. Kështu që nuk mund t'i kategorizojmë vetëm. Shumë natyrshëm si imazh s'ka lidhje me masonët, por ka lidhje me figurën që ai përfaqëson. Kryeministri Rama, në dorën e tij ai mban gjithë kohës disa litar të themi, bërzylyk, litar, ka një sër elemente që janë të ngarkuara. Tek nuancat e të kuqes dhe të jeshiles dhe të zezës në të njëjtën kohë. Po, të gjitha s'të ka shpëtuar. Po, e kam folur diku këtë. Këto ngjyra e kuqe për shembull përfaqëson, nëse e marrim çu planin material dhe mjeshtërinë e materjes ose rrethin ciklik të Saturnit ose Kabalaz. Kabalaja është një formë studimi, është një shkollë ezoterike, por është gjithashtu edhe në teologji, në ezoterizmin dhe misticizmin fetar. Të gjitha feve, pavarësisht se pastaj është ndarë në emra të ndryshëm. E mban për syrin e keq? Po, momenti që lidhet dhe varet nëse e ka sugjeruar ose e kanë instruktuar në një shkollë ezoterike, në një grup ezoterik, në një grup masonik, apo ai ka arritur që të ketë kontakte vërtet me qenie që e ndihmojnë, qofshin këto njerëz me superfuqi ose këshilltar okult, të cilët lidhin nga këto gjëra dhe për çdo nyje, për shembull edhe në Ilirët kemi pasur që për çdo nyje lidhnim gojët e liga, domethënë ka qenë një fije kuqe që e mbanin. Pra do të shohim me vigjilencë nëse i shton nyjet kryeministrit. Ka lidhur dikë aty. Shiko, mendon ti Pranvera që kryeministri pra në bazë të kësaj që thua mundet të ketë këshilltar okult në bazë? Apo çdo kryeministër në botë detyrimisht duhet të ketë? Ose ai është masterizuar vetë dhe ka arritur të kuptojë përtej kësaj, sepse unë shikoj me thënë të drejtën në aspektin asaj çfarë shoh mes dy liderëve pozit-opozit. Ramën e kam parë pak më të gjithanshëm në këto aspekte, ndërsa Berisha është pak më strikt, është pak më tridimensional, pra nuk te i kalon ato format fizike të gjërave, është shumë eksakt, si thuash. Po, pra Rama është më i ditur për okultin se sa Berisha. Pra ka më shumë dhe dijet e Ramës për okultin ku i shet ti, pra dijet e kryeministrit. Në simbolikat që ku fillon flet, në mënyrën si të gjua e trupit, të gjërat që ai flet nuk është se janë se shumica pastaj zihen, pra ai e krijon, pra ai hedh një shashk, edhe njerëzit vazhdojnë edhe i japin fuqi asaj. Kështu që është mjeshtër i kësaj gjëje. Ndërsa Berisha është pak më, si thua, është pak më i sinqert në këtë aspekt dhe nuk e di çfarë ka privuar. Mbase kur njerëzit anojnë më shumë të egzaktja dhe jo arti e gjitha këto janë pak më strikt. Dhe kjo tani jep më shumë prakticitet atij, jep më shumë fleksibilitet që të merret me masat në tërësi. Ndërsa Berisha për shembull ka ndjekur gjithmonë ata që janë të shkolluar, intelektuale, kështu, ndërsa ky të drejtë, korrektën pra. Po, i ka të gjithë në kontroll. Për shembull, shkon edhe i fut një tallava aty dhe fami mori dhe ata që është. Ndërsa Berisha thotë, jo, ti jenë të mirë të gjithë. Jo, nuk janë se janë dhe këta të tjerë, do t'ja japin votën. Është shumë të drejtë pra. Kështu që nëse e marrim aspektin komplet żargon, është një mënyrë tjetër. Është mënyrë tjetër i të parit të gjërat nga një studiose si puna jote. Faleminderit shumë Pranverë. Pranvera shumë kënaqësi. Nëse mendoni që janë gjërat kaq të thjeshta, jo, aty ku duken thjeshta që kanë më ndërlikuara se kur. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi ditë mbarë. Ikim në reklama, kthehemi pas pak. Na futim mendime të tjera Pranverë. Do duhet.